Imagjinoni një mëngjes të ftohtë nëntori në vitin 1914, në malet e ashpra të Malësisë. Para se të dëgjohej krisma e parë e pushkës, jeta këtu ishte e thjeshtë. Parinjt shqiptar të mbështjellë me rroba leshi rinin të ulur në tokë pranë tufave të tyre. Dikush ndante një copë bukë misri, dikush ushqente delet me sanë, ndërsa të tjerë shikonin heshtur drejt maleve, dukej si një ditë e zakonshme në kufijtë e një vendi që sapo kishte fituar pavarësinë. Por qetësia e kësaj lugine nuk do të zgjaste shumë. Në horizont filluan të duken lëvizje, fillimisht si pika të vogla në majë të maleve, pastaj si një kolone gjatë që zbriste ngadalë drejt fushës. Ishin ushtar malazez, rreth 300 burra të armatosur, të organizuar dhe të vendosur të hynin në tokën shqiptare. Përballë tyre nuk ishte një ushtri e rregullt, nuk kishte uniforma zyrtare as komand shtetërore. Ishin vetëm rreth 200 barinj shqiptar, burra të zakonshëm që deri pak qaste më parë kujdeseshin për bagatinë e tyre. Por në Malësi pushka nuk merrej për lavdi, merrej për tokën. Kur lajmi u përhap se një forcë armatosur po afrohej, qetësia u shndrua në vendim. Barijt u ngritën nga toka, lanë pas tufat dhe morën armët që çdo shtëpi i mbante për ditë të vështira. Nuk ishte një ushtri profesionale, por ishte diçka që shpesh rezulton më e fortë, një popull që mbron vendin e vet. Kjo përplasje që do të ndodhte në zonën e Vulajt me 19 nëntor 1914 nuk do të mbetej vetëm një histori lokale. Një dëshmitar anglez, William Howard, do të shihte me sytë e tij dhe do të shënonte në raportet e tij. Fal këtij shënimi, Evropa do të mësonte se Shqipëria nuk ishte një tokë e zbrazët, që mund të merrej pa rezistencë. Barinjt fituan përballjen dhe larguan nga toka e tyre ushtarët malazez. Sepse atë ditë, në një lugin të ftohtë të Malësisë, barinjt shqiptar nuk po mbronin vetëm bagëtinë e tyre, ata po mbronin tokën e tyre, dhe historia do ta mbante mend këtë moment.